Votuesit nga jashtë vendit mund të votojnë për Kuvendin e Shqipërisë për zgjedhjet e 11 maj 2025. Operatori postar DHL do t'ju dorëzojë në adresën që ju keni deklaruar në PER zarfin e dërguar nga KQZ. Dorëzimi i zarfit do të bëhet individualisht për çdo zgjedhës. Brenda zarfit të ardhur nga KQZ, ju do të gjeni zarfin e postës për kthimin e fletës, udhëzuesin, një listë me numrat e telefonit të DHL në shtete të ndryshëm, zarfin B. Lexoni me kujdes udhëzuesin për procedurën e votimit dërguar nga KQZ. Merr zarfin B dhe nxirr prej tij zarfin A. Hapni me kujdes zarfin A dhe nxirrni fletën e votimit. Ju mund të votoni, pra të plotësoni fletën e votimit në një nga mënyrat më poshtë. Vetëm për një parti ose koalicion, ose vetëm për një kandidat. Kujdes, nuk mund të votohet për një parti apo koalicion dhe njëkohësisht për kandidatin e një partie apo koalicioni tjetër. Pasi keni plotësuar fletën e votimit në një nga mënyrat më sipër, ripaloseni atë. Futeni në zarfin A dhe ngjiteni mbylljen e zarfit. Zarfi A nuk duhet të përmbajë asgjë tjetër veç fletës së votimit dhe mos bëni asnjë shënim mbi të. Futeni zarfin A brenda zarfit B, mbylleni zarfin B dhe ngjiteni atë. Brenda zarfit B, duhet të fusni vetëm zarfin A dhe mos bëni asnjë shënim mbi të. Futeni zarfin B brenda zarfit të operatorit postar DHL dhe mbylleni këtë zarf. Pasi keni përfunduar, telefononi shërbimin Express DHL sipas shteteve ku jetoni. Ju këshillojmë që të dorëzoni zarfin e kthimit te kurrieri brenda 3 ditëve nga marrja e dokumentacionit zgjedhor me qëllim që ai të mbërrijë në Shqipëri jo më vonë se ora 19:00 e datës 11 maj 2025. Posta është e paguar nga KQZ. Vota jote, zëri yt për Shqipëri.